Në sheshin Liria u zhvillua një ditë më parë një aktivitet sensibilizues nga organizata për mbrojtjen e kafshëve, si jeta, kafshët dhe njerëzit dhe kolibja e zemrës, në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit. Ky aktivitet organizua në kuadër të ditës ndërkombëtare të kafshëve ndacake dhe synonte të rrisë ndërgjegjësimin e komunitetit për përkujdesjen dhe sjelljen miqësore ndaj kafshëve. Përmes një stendi informuese, qytetarët patën mundësi të njihen më nga afër me rëndësinë e kujdesit ndaj katërputrëshëve të ndacak, prania të cilëve pranë zonave turistike ka qenë një shqetësim jo vetëm për vendasit, por edhe për turistët e huaj. Veprimtaria është organizuar për sensibilizimin e qytetarëve, thanë organizatorët, pasi një shoqëri humane duhet të sillet në mënyrë njerëzore me kafshët. Pas fushatës 4 ditore për sterilizimin dhe kastrimin e qenëve dhe mazëve të rrugës, që u krye në fillim të muajit mars, shoqata Jeta, Kafshët dhe Njerëzit e vazhdojnë këtë proces për çdo muaj. Për këtë arsye, shoqatat për mbrojtjen e kafshëve apelojnë që në rast kur qytetarët konstatojnë qenë ndacak agresiv, të sinjalizojnë në numrin e telefonit 068 57 19 147. Gjatë muajit mars, rreth 160 kafshë të rrugës janë nënshtruar proceset të kastrimit dhe sterilizimit.